Vetëm një ditë nga rikthimi, familjarët e Iglit marrin veprimin e papritur për Ronaldo Sharkën. Ja çfarë bëri gazetari i njohur. Gazetari Ronaldo Sharka ka qenë një nga kritikët më të zënshëm të rikthimit të Iglitankos në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. E madje ka bërë edhe postime të një pasnjëshme në Insta Story. Fillimisht ai postoi një foto ku tregonte se Igli kishte humbur mira ndjekës pas rikthimit, gjë që u vën re me strategjinë e Iglit që kësaj here ka vendosur të jetë kundra Gjestit dhe Rozanës, ndërsa më pas vazhdoi të postonte sa herë që numri i ndjekësve të saj vazhdonte të binte. Duket se kjo ka nxjerrë një reagim të ashpër nga familjarët e Iglit, të cilët aktualisht i menaxhojnë edhe llogarinë e saj në Instagram. Si kundërpërgjigje, ata kanë marrë vendimin e papritur për ta bllokuar gazetarin në këtë rrjet social. Këtë e ka bërë të ditur vetë Ronaldo Sharka përmes një postimi. Ai ironizoi duke thënë: "Lajmi i fundit, personat që menaxhojnë faqen e Iglit sapo më bën blok." Ka shpërndarë edhe ai bllokun e bërë nga familja e Iglit. E duket se kjo nuk është pakënaqësia vetme, pasi në një deklaratë tepër të ashpër nga ana e Ronaldos, ai u shpreh se vendimi i vetëm i Iglit, i cili ishte i drejtë në këtë Big Brother, ishte largimi, dhe se rikthimi i saj brenda nuk ishte as pak kuptim, aq më tepër që të gjithë fanbase-in Igli e ka në mbështetje të Rozanës dhe Gjestit, e tani më ajo po i del kundra fansave të vet. Ka bërë një budallëk, u shpreh Ronaldo, teksa duket se familja e Iglit nuk e ka kapërdir këtë, fjalë të cilët vijnë edhe nga një gazetar që i dëgjohet shumë fjala brenda Top Channel-it.